Në Universitetin e Tetovës është mbajtur dita e hapur dhe panairi i karrierës. Me këtë rast, universiteti ka hapur dyert për maturantët dhe ka shpalosur ofertën akademike dhe kushtet që ofrohen për studime në këtë universitet. Rektori i Universitetit të Tetovës, Jusuf Zejneli, tha se ky universitet ka programe studimore, të cilat janë cilësore dhe maturantët mund të përzgjedhin dhe të kryejnë studimet në fakultete të cilat më pas i përgatisin për tregun e punës. Sipas tij, stafi akademik, shërbimet studentore, infrastruktura, të gjitha këto e bëjnë këtë universitet tërheqës për studime. Apelojmë tek të gjithë le të orientohen tek Universiteti i Tetovës për të përzgjedhur një nga programet studimore për arsye se bazuar në infrastrukturën që kemi si institucion i arsimit të lartë, stafin akademik, shërbimet e administratës, partneritetin të cilin kemi së bashku me fakultetet të cilët me stafin e tyre prezantojnë gjitha programet studimore. Besojmë se jemi të gatshëm edhe për këtë vit akademik të japim maksimumin dhe që maturantët të jenë të bindur për të përzgjedhur këtë tempull të dijes dhe në asnjë moment nuk do të jenë të zhgënjur. Në ndërkohë, në Universitetin e Tetovës po ashtu u organizua edhe panairi i karrierës në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, ku shumë kompani janë prezantuar duke ofruar vende pune për studentët që përfundojnë studimet në këtë universitet dhe jo vetëm. Besoj që ky bashkëpunim të vazhdojë tutje dhe ne t'japim kërkesat tona kurse universiteti të ofroje kuadrë të përshtatshme për ekonominë e cila për fat keq kohë të fundit për shkak të migrimit ka mungesë të madhe në tregun e punës. Ne tani në Maqedoni kemi mungesë të tregut të fuqisë punëtore rreth 20.000 fuqi punëtore cila duhet të inkuadrohet në biznesin në përgjithësi në Maqedoni dhe kemi për çdo ditë mungesë të kuadrëve profesionale të përshtatshme dhe shpresoj që ky universitet, por edhe universitet tjera, të cilët të bashkëpunojnë me Odën Ekonomike dhe të japin më të mirën të mundshme duke nxjerrë kuadra të përshtatshme të cilët do të japin një produktivitet më të lartë në ekonominë e vendit dhe më gjerë. Në këto dy aktivitete kishte numër të madh të maturantëve të cilët kishin ardhur nga shumë qytete të Maqedonisë për të parë së afërmi kushtet që ofron ky universitet.